Klubi i futbollit Bashkimi i Kumanovës pas plot 17 viteve sërish kthehet në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Bashkimi në kampionatin 2008-2009 para fillimit të kampionatit kishte vendosur që të largohet nga garat e sezonit. Kthimi në elitë ekipi kumanovar e realizoi pas ndeshjes dhe fitores në balotazh me ekipin Besa e Dobërdollit, ekip i cili nuk ishte në nivelin e duhur dhe u desht që të uron Bashkimin për suksesin e arritur. Bashkimi, me përkrahjen e një numri të konsiderueshëm të tifo grupit të tyre në stadiumin e qytetit të Kavadarit, mundi Besën 2-0, autor të golave Hebib Saiti dhe Filip Aleksovski. Kujtojmë se në sezonin 2004-2005, ekipi Bashkimit bëhet skuadra e parë shqiptare që fiton Kupën e Maqedonisë, pasi në finale mundi ekipin e Maxhari Solidarnost. Por humbja në balotazh për ekipin Besa ishte një zhgënjim i madh dhe ka sjell dridhje të mëdha në ekip, pasi pronarët e klubit, familja Tahiri, ka njoftuar të tërhiqet nga përkrahja e më tutjeshme e klubit. Me ndeshjen e sotshme të balotazhit, përfundimisht dihen emrat e 12 ekipeve që do të garojnë në sezonin 2025-2026, e ato janë Shkëndia, Sileksi, Rabotnički, Struga Trimlum, Vardari, Shkupi, Pelisteri, Tikfeshi, AP Brera, Makedonia Gjorgje Petrov, Arsimi dhe Bashkimi, ndërsa me vendim të organeve të FFM-s në sezonin 2026-2027, Liga e parë do të numëron 10 ekipe.